Klubi i Mundjes Shkupi nga kryeqendra jon, edhe pse ekziston vetëm 4 vite jo të plota, llogaritet si sinonim i sukseseve, punës profesioniste dhe të gjitha komponenteve tjera, të cilat e bëjnë një skuadër superiore dhe me respekt. Të shumta janë diplomat, kupat dhe mirënjohjet me të cilat janë stolisur mundësit e klubit në fjalë, për të cilat meritat të pakontestueshme kanë 2 ish mundësit dhe tani trajnerët, Yasin Rezallari dhe Bunjamin Ebibi, një dyshe e mrekullueshme që nuk din të punoj e as të ndalet, vetëm e vetëm që këtyre çunave tu mësoj ABC-n e mundjes, ashtu siç u mësoj profesori i ndjer Mentaz Allajbegu, Shaban Sejdiut, Shaban Tërstenës, Bajram Qorollit, Shenan Nukiut e shumë të tjerëve. E vizituam këtë klub për ta njohur audiencën mediatike përkitasi me sukseset të cilat janë arritur si brenda një ashtu edhe jashtë. E me theks të posaçëm për ftesën në Paris të Francës, ku skuadra e Mundjes Shkupi do të niset të premten dhe do të merr pjesë me disa garues. Yasin Rezallari dhe Bunjamin Ebibi nuk mshefin optimizmin e tyre, me rast prononcohen se janë të kënaqur me atë që kanë arritur, ama duhet derdhur edhe shumë djers që të arrihet destinacioni i duhur, që me emër dhe mbi emër quhet nami të cilin dikur e gëzonte Mundja e Lirë. Se rezultati punës të palosme që e bëjmë sportistat fix pari, pastaj edhe punën e trajnerëve, kryesisë të klubit, dhe gjithë ata dashamit që na përkrahin neve për çdo pjesëmarrje në gara ndërkombëtare si ashtu edhe vendore. Sa i përket rezultateve shkollore, kemi garuar për shkollën Kongresi Manastirit, ku shkolla jonë në Zuri dhe vendin e parë, ku kishim edhe më së shumti medalje të arta, gjithashtu edhe medalje të fituara prej të gjitha shkollave në Maqedoni. Për rezultatin e fundit dua të ceke edhe turneun e fundit që kemi marrë pjesë në fillim të muajit mars në Rumuni, ku ishte një turne ku kishte pjesëmarrje prej 6 shteteve, si fuqit që janë evropiane, Moldovia me 6 ekipe, nga Bullgaria kishte ekipe shumë të fuqishme, gjithashtu edhe nga pjesëmarrja e Rumunisë. Besoj mbi 100 garues e më tepër. Ka pasur më shumë se 200-300 garues. Klubi unë është përfaqësuar me 7 garues, ku 5 prej të cilëve u plasuan në finalen e madhe, ku me të vërtet ishte një përshtypje shumë e madhe që pritet shumë rezultate të mëdha prej kampionatit evropian, ku ishte një test para kampionateve të mëdha që do mbahen këtë vit. Garuesit tonë ishin në një nivel shumë të lartë dhe treguan me të vërtet shumë lufta cilësore. Ndërkohë ju keni marrë pjesë edhe në për turne këtu në vend dhe jeni duke u përgatitur për një turne i cili do të bëhet në Paris, do të jetë një turne jashtëzakonisht ndërkombëtar i fuqishëm, cilat janë gjasat zoti Yasin, që nga Parisi, kryetari i Francës, të kthehemi me rezultate. Pra jemi duke u përgatitur intensivisht do parece të marrim pjesë edhe me garues pak më të ri, ju japim shanse edhe disa garues që të dëshmohen edhe ato që janë në nivel të lartë, do të garojnë dikon 7 garues prej klubit tonë. Në Paris do jetë një turne shumë i fuqishëm, ku do jetë pjesëmarrës ekipet të Francës, Shqipërisë, Maqedonisë, Italisë, Anglisë, Slovakisë edhe shumë shtete tjera. Ishte një turne shumë cilësor në bashkëpunim me klubin nga Parisi, që është edhe një kolegu jonë nga Shkupi që jeton atje dhe është trajner atë, në ka bërë pjesë klubit tonë që të marrim në këtë turne pjesë dhe ne jemi përgjigjur pozitivisht, gjithashtu edhe ato në turnein tonë kanë marrë pjesë me 2 ekipe nga Parisi. Kohë më parë unë kam qenë prezent, ka dikur 2 muaj Yasin organizohet një turne ndërkombëtar, i cili për nga pamja vizuele ishte këtu pamja në një kampionati evropian. Ishte një turne i jashtëzakonshëm, për cilin keni mund vetëm ju ta bëni këtë, normalisht me ndihmën e sponsorëve të ndryshëm. Pra kemi marrë edhe shumë lavdrata si nga Federata e Mundjes, si nga të gjithë ata klubet që kanë ardhur nga shtetet e ndryshme, nga Franca, Slovakia, Bullgaria, Greqia, Turqia edhe disa shtete tjera. Kemi marrë edhe lavdrata, kur ju tregosh me dikujt që ky turner organizohet për çfarë herë,
Nuk e kanë besuar, po. Edhe nuk e besoshin se është duke organizuar një turnir kaq i madh për pari herë. Këtë vit gjithashtu planifikojmë edhe një herë ta bëjmë një turnir, po këtë vit do jetë edhe më i madh se edhe më madhështor. Edhe më madhështor dhe do mbahet mend për shumë kohë. Po. Yasin, sapo e kemi lënë pas muajin e bekuar të Ramazanit një do të them kështu një ide e shkëlqyeshme u organizua pikërisht në këtë palestër me një iftar madhështor ku na nderua të gjithëve punëtorë sportistë e gjithë ishim së bashku nuk harrotja. Kjo ka qenë një ide e shkëlqyeshme. Ishte një ide edhe një afrim pasi që Ramazani është edhe muaj i që na bashkon, dëshmë që t'i bashkojmë të gjithë ato që përkrahin klubin e Mundjes Shkutit. Klubi i parë i cili ka ndërmarrë një iniciativë të tillë. Po, e kemi bërë edhe në palestër, t'ju tregojmë edhe atyre se nuk e shfrytëzojmë palestrën vetëm për stërvitje, po. E shfrytëzojmë që edhe për bashkim, edhe që t'i nderojmë të gjithë ato që na kanë respektuar, që na kanë përkrahur, si nga ana e mediumeve, si nga ana e sponsorëve që na përkrahin. Dhe prej këtu dua t'ju shpreh falënderim të gjithë atyre që gjithmonë i dalin për krahje e klubit. Zot Yasin, sonte u befasuam kur hym këtu në palestër, shohim një dyshek të ri, kushte të reja. Unë besoj se ky ambient dhe ky dyshek i cili normalisht do të shfrytëzohet edhe për gara vendore, por edhe ndërkombëtare, do të jetë shkas apo një pedan për rezultate të reja dhe suksese të reja. Pra kjo është edhe dysheku më modern që ka shteti jonë, për këtë merit më të madhe ka edhe një doshamir që është prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku djali i tij është edhe pjesë e klubit ton, ka shprehur dëshirë pasi që kur e pa sallën të stërmbushur, tha ju keni nevojë që të ushtroni në 2 grupe, pasi që me të vërtet interesimi për çdo ditë vazhdon edhe të rritet dhe nuk na mjaftonte vetëm një dyshek. Ai me vetë dëshirën e vet ka shprehur dëshirë që ta përkrah klubin, edhe pse kjo kushton me të vërtet shumë, por me të vërtet dua të shpreh një falënderim pasi që çdo rezultat që të dalë, çdo kush që të dalë do jetë edhe ai meritor që kur do marrin sportistat tonë një medalje europiane ose botërore, me të vërtet edhe ai do pjesë e hisë tek medalje të suksese tona. Yasin, shumë shpejt do të bëni 4 vjet që ekzistoni. Për 4 vjet sa ekzistoni ju, pak skuadra mund të rrahin gjoks për sukseset të cilat i keni arritur ju. Këtë e arrini ti dhe Bunjamin Evibi me mund, me sakrifisë dhe me punë permanente. Pra për 4 vjet, edhe pse me shumë vështirësi, edhe pse me shumë vështirësi si nga ana e fillim kur kemi filluar, pasi që nuk kemi pasur tani është më e lehtë, pasi që kemi edhe 2 dyshek, punojmë me 2 grupe. Ditën e parë kur kemi filluar ne nuk kemi pasur as një dyshek, po s'kemi pasur as edhe kushti elementar që pa dyshek nuk kemi mundësi edhe të stërviteni, çdo ditë, po përmirësohen kushtet për çdo ditë. Është numri më i madh për çdo ditë dhe çdo javë. Vjen duke ushtuar si nga dëshmon edhe atmosfera për këtë. Po ashtu edhe nga rezultatet, pasi që nuk ka garë që kemi marrë pjesë jashtë vendit, si në Poloni, si në Slovaki, si në Turqi, si turneun e fundit që nuk kemi kryer nga me 2 medalje të arta prej turneve më prestigjioz që janë në arenën evropiane. Yasin, Federata e Yasin, Federata e Mundjes së Maqedonisë është federata e cila do të ndihmon të gjitha klubet. Sa jeni ju personalisht kështu objektivisht të kënaqur me ndihmat të cilat ju vijnë nga ky institucion më i lartë i mundjes në vend? Pra Federatja e Mundjes na ka pranuar neve si klub prej në fillim. Çdo garues i joni që shpallët kampion në shtetin tonë, Federata është obliguar dhe që t'i dërgon në pjesëmarrje si në përkampe, gjithashtu edhe në për kampionate europiane edhe kampionate ballkanike.
Për momentin jemi të kënaqur me federatën, pasi që na ka mundësuar vitin e kaluar që kemi marrë pjesë në për gara evropiane, gara ballkanike, edhe pse ka 3-4 vite që këto sportista miren me sportin e mundis, ato 2 garues e klubit tonë vitin e kaluar vetëm se kanë marrë pjesë në për kampionate evropiane, si 3 garues kanë marrë pjesë edhe në kampionatet ballkanike. Sa garues numëron për momentin klubi i mundjes shumë? Klubi për momentin ka dikon 50 garues Të rregull që janë për çdo ditë në stërvitje, janë të ndarë në 2 grupe, njëri grup është më të ri fillestar që ushtrojnë në anën tjetër, kurse grupi tjetër që garojnë në për kampionate shtetërore, vetëm se garojnë në Deri në fund vitit, çka ju presin, a mund presim në të ardhmen që nga klubi juaj të del ndonjë Shaban Tërstena, ndonjë Shaban Sediu, Bajram Çorolli e kështu me radhë? Me punë arrij çdo gjë. Pra, këtë vit na pret kampionati, vetëm këtë javë na pret një kampionat, një turne shumë i fuqishëm në Francë, pastaj na presin edhe kampionate shtetërore për 15 vjet dhe 17 vjet, na pret kampionati evropian për 17 vjet që do mbahet në vendin tonë në qytetin e Shkupit, na pret kampionati evropian për pioner që do mbahet në Itali, si edhe kampionati ballkanik që do mbahet në Rumuni. Shpresojmë që prej të gjitha këtyre kampionateve që garuesit e klubit tonë se kanë dëshmuar veten në për turne, ta dëshmojnë veten edhe në kampionatet evropiane dhe si vjet t'ja kthejmë namin sportit të mundjes që të kthehemi me medalje nga kampionatet më të mëdha evropiane. Kushtet u mundson edhe drejtori i shkollës, Kongresi i Manastirit, i cili meriton fjalë miradije, nga se vërtet ju del në ndihmë çdo herë. Po, kushtet janë relativisht shumë të mira për momentin. Domethënë faleminderit edhe drejtorit të shkollës për kushtet e ofruar në paresën e Shamiti dhe shpresoj që edhe shumica e nxënësave janë të kësaj shkolle, shpresoj që një ditë t'ja kthejmë me rezultate edhe më të mëdha. Përgatitjet e fundit janë duke shkuar mirë dhe shpresojmë që Gjermosha nga Parisi do të na sjellin medalje apo ndonjë kupa apo bjernjore. Ashtu. Por na shpërblihen me medaljet e tjera për punën që e bëjmë. Sigurisht, nuk të shojmë atë. Ju ka ardhur një dyshek i ri, i cili është një donacion nga një dashamir i mundjes, i cili është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë besoj se ky dyshek do të bëhet sebeb për rezultate të tjera. Shpresoj edhe unë gjithashtu që nga ky dyshek do dalin kampionat evropian, botror dhe olimpik, sikur se janë Shaban Tërstena, Shaban Sediu, si dhe shumë tjerë. Se mundja është sport i cili na ka filmuar shumë. Ashtu. Sa për momentin, sa garues, shohim një numër të madh në masivitet në shumë i cili është i pasqyrë se ky klub ka ardhëri edhe perspektivë. Keni mjaft garues. Falësotit kemi dhe çdo ditë shtohet numri i nxënësve që vinë dhe ushtrojnë të ne dhe gjithashtu kisha shpresë që t'i ftoj gjithë ata që duan me mundje prej orës 7 fillim me stërvitje dhe të paraqitet këtu tek ju. Dy jeni të çelë ora pa pagesë, me vetë dëshirë. Keni arritur disa suksese si vjet si brenda ashtu edhe jashtë. Kjo është rezultati i punës 4 vjeçare dhe rradh në një skuadër për vetëm ka shkollë mund të arrijë kaq shumë suksese. Keni marrë pjesë edhe në garat shkollore. Po, së fundi për gara shkollore, Kongresi i Manastirit, një ashtu edhe mundësat e klubit tonë u dekuruan apo morën vendin e parë në shkollën për shkollë, kampionatin shkollor dhe jeni të kënaqur. Jemi tepër të kënaqur, nuk e kemi pritur as shpejt rezultatet që i kemi pritur. Mirë, po kjo rezultati e punës që e bëni ju së bashku me Jasin. Fakt punës që e bëjmë unë dhe kolegu imi Asil Xhallari, ku jemi tepër të kënaqur nga nxënësit tanë dhe shpresojmë që edhe në të ardhmen do vinë rezultate edhe më të mëdha. Armëria e çdo ekipi janë kategoritë e reja. Mundësjet e rinj të cilët kanë arritur suksese dhe kanë akoma të mësojnë shumë, janë të kënaqur me punën dhe atë që është arritur në këtë mjedis, duke potencuar se nga Parisi do të kthehen me medalje në gjoks.
Si që është i cili? Yusuf Zaimi. Jusuf, ku e ke mësu këtë element të mundjes? Nga kush e ke mësu e? Nga Asimtar Jasir dhe treneri Bunjamini. Bunjamini dhe Jasini të po. Ti do të thosh për Paris, do të marrësh pjesë në një turnim, cilën kategori do të paraqitesh? 28 kg. Do të marrësh pjesë edhe në kampionatin evropian për të ri? Aron, ti ushtron me klubin e mundjes Shkupit. Sa kohë ushtron dhe ku ke marrë pjesë gara deri më tash? Në Kosovë, tani do shumë të Paris. A je i gëzuar, i lumtur që do shkosh në Paris, do ta shohësh një qytet shumë të madh, e besoj se do të kthehesh edhe me një mirënjohje, me një medalje. Jam shumë i lumtur që do shkoj në Paris dhe shpresoj që të kthehem me medalje nga aty. Abdulaziz, sa kohë ushton ti në klubin e mundjes Shkupit? Unë në klubin e mundjes Shkupi ushtoj që 4 vite. Ku ke marrë pjesë në gara deri më tash? Ku marrë pjesë në garat në Maqedoni, në shtetërore, ku marrëm pjesë në Bullgari, ku marrë në Slovaki, Poloni, Turqi e tjerë. Çfarë suksesi ke arrit Abdulaziz? Të shuma kam arritën të zënë vendin e parë. Je i gëzuar, do thotë. Jam i gëzuar me këtë rezultate shumë. Gara shkollore isha i argjent. Vendi i dytë, do thotë. Dhe në disa vende tjera, po? Në Slovaki kam marrë pjesë ku bëra shampion. Në Turqi, po aty ishim pjesë Bullgaria, Turqia, Rumunia, që ishte një turnir shumë i fortë, konkurenca ishte shumë e madhe. Suksesi duka munguar, po. Po, në kampionatin shtetëror isha vendi i tretë, vitin e kaluar, dhe shpresoj që tash në kampionatin shtetëror të zë vendin e Pra, vende pa. Pjesë e këtij klubi është edhe entuziasti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotëri Zeus Sevilla, i cili klubi të mundjes Shkupi, për punën dhe sakrificën që bën, për të rinjet, i pajisi me një dyshek apo tatami, i cili do të shërben në përmirësimin dhe cilësinë e garave të mundësve shkupian. So the team has welcomed me like. Ky ekip është si familja ime. Fëmijët këtu janë të jashtëzakonshëm. Për mua është kënaqësi e madhe të mund t'ju ndihmoj atyre. Ata kishin vetëm një tapet deri më tash, ndërsa ishin shumë fëmijë për të ushtruar këtu. Realisht kanë nevojë për 2 tapeta dhe për këto unë vendosa që t'ju ndihmoj dhe t'ju krijoj kushte më të mira për shërbitje, të cilat besoj se do të rezultojnë me rezultate dhe suksese për të cilat do të dëgjohet shumë lart. Shkupi ka 2 trajner të shkëlqyeshëm, Yasin Rexhallarin dhe Bunjamin Ebibin, të cilët nuk kursejnë asgjë që këtyre fëmijëve t'ua mësojnë fshehtësitë e këtij sporti fisnik dhe bujar. Me punë dhe vullnet arrihet edhe e pamundra, e kur të dyja bëhen bashk, atëherë sukseset lëshojnë rrejnë dhe keni arritur atë për çka keni sakrifikuar.